1926 ngjason shumë në histori me vitin e erëzimit të diktatura komuniste njëra pas tjetrës. Sot, diktaturat më të përhapura janë narkodiktaturat dhe autokracitë elektorale. Lavdi Zotit, ushtria amerikane, qeveria e Shteteve të Bashkuara në një operacion më të përsosurin në histori, arrestuan dhe nxorën sot para gjyqin Ramaduron e Venezuelës apo Maduron e Venezuelës. Mediat e majta të kontrolluara nga qeveria në Shqipëri, nga mëngjesi deri në darkë, u bien borive se u shkel sovraniteti, se kjo shkeli ligjin ndërkombëtar. Miq, dhunuesit më të mëdhenj të sovranitetit të kombeve, dhunuesit më të mëdhenj të ligjit kombëtar dhe ndërkombëtar, janë diktatorë dhe diktaturat. Rrëzimi i tyre është respekti më i madh për ligjin ndërkombëtar, ligjin kombëtar, për qytetarët e vendeve të shtypura.